Të nderuar nxënës, disa shkolla në Kosovë kanë filluar të realizojnë pilot projektin me mësim multimedial ose mësimin elektronik të financuar nga Unioni Evropian. Në këtë projekt është përfshi edhe shkolla jonë, të cilën projekt tash tutje do të mundohemi ta zbatojmë. Në ditën e kaluar, kur keni qenë në klasën e 8, kemi mbajtur orën mësimore me mësim elektronik me temën rryma në rrjetin kryesor elektrik shtëpiak. Kjo orë ishte shumë e suksesshme dhe shumë interesant edhe shumë atraktive për nxënës dhe kërkesa juaj ishte që me mësim elektronik të vazhdohet tash tutje. Para se të paraqes qëllimin kryesor të orës, nxënësa kisha me bë disa pyetje për të vërtetuar njohuritë juaja në lidhje me atomin, nga klasat e mëparme, se ç'është atomi, çka do të thotë fjala atomos, cilat janë pjesë përbërëse të atomit. Nxënësa sot do ta zhvillojmë njësinë mësimore struktura atomit. Së pari, në këtë video, incizim, do të shihni atomin e hidrogjenit, i cili përbohet nga një proton dhe një elektron. Ngjyra e kuqe paraqet protonet, kurse ajo ngjyra e gjelbërt paraqet elektronet. Pastaj atomi i heliumit, i cili përbohet nga 2 protone dhe 2 elektrone, ngjyra e kaltërt paraqet neutronet. Pastaj në këtë video incizim kemi edhe atomin e karbonit, që përbohet nga 6 protone me ngjyrë të kuqe, 6 neutrone me ngjyrë të kaltërt dhe 6 elektrone me ngjyrë të gjelbërt. Kemi edhe vizatimin që kemi paraqit grafikisht se si duket një strukturë e atomit, e këtu kemi të bëjmë me atomin e karbonit. Nga video incizimi kuptojmë se atomi përbohet nga 2 pjesë kryesore, nga bërthama atomit, e cila është pjesa qendrore e atomit. Bërthama atomike përbohet nga protonet që janë të elektrizuara pozitivisht dhe neutronet që janë neutrale. To paraqiten me një emër të përbashkët nukleone. Numri protoneve në bërtham apo në bërthamën atomike ndryshon me numrin e neutroneve. Për shembull, atomi i heliumit i ka 2 protone dhe 2 neutrone, pra janë të barabarta. Kurse njëri nga atomet e uranit, i cili është i fundit në sistemin periodik, ka 92 protone dhe 123 neutrone në bërtham. Numri i protoneve në bërtham e shënojmë me Z të madhe dhe quhet numri atomik. Ky numër paraqet numrin e protoneve, ndërsa numri i nukleoneve që paraqet numrin e protoneve dhe neutroneve në bërthamën e atomit e shënojmë me A të madhe dhe quhet numri i masës. Neutronet shënohen me shkronjën N. Të gjitha këto shkrona pra janë të shkrona të mëdha. Pra, numri i masës paraqet A barabart Z plus N. Dhe më thonë numrin e protoneve plus numrin e neutroneve paraqet numrin e masës. Dhe simbolikisht e paraqesëm pra si X për shifni, në alt vjen masa atomike A-ja, kurse poshtë vjen numri i protoneve. Për marrëm shembull, simbolikisht e paraqesëm atomin e karbonit. Atomi i karbonit paraqitet, dhe më thonë karboni shënohet me C të madhe, 6 protone i shënojmë poshtë dhe 6 protone plus 6 neutrone bojnë 12, dhe më thonë masa atomike është 12. Z është numri, dhe më thonë numri atomik, kurse A paraqet numrin e masës. Kjo bërtham, dhe më thonë paraqet 12 nukleone. Nga kjo analizë del se bërthama është elektrizuar me elektricitet pozitiv. Pjesa tjetër e atomit është mbështjellës elektrik. Mbështjellës elektronik ose shtresa elektronike, si i quajmë ndryshe. Në një largësi 10.000 herë më të madhe nga bërthama qarkullojnë elektronet të elektrizuara me elektricitet negativ. Nga kjo kuptojmë se shtresat elektronike apo mbështjellësi elektronik është i elektrizuar negativisht. Parashtrohet pyetja: si është i elektrizuar atomi?
Pasi që bërthoma ishte e elektrizuar me elektricitet pozitiv, mbështjellësi me elektricitet negativ, numri protoneve ishte i barabart me numrin e elektroneve. Nga kjo kuptojmë se atomi është elektroneutral, dhe më thonë është i elektrizuar, por neutral. Janë të njohura 280 bërthoma stabile dhe 700 bërthoma janë jo stabile. Bërthoma që kanë numër të njëjtë protonësh, por me numër të ndryshëm neutronësh. Do më thonë kanë edhe numrin e masës të ndryshëm, i quajmë izotope. Për të vërtetuar këtë, mund të paraqisim në mënyrë figurative, për shembull atomi i hidrogenit. Atomi i hidrogenit ka një proton në rastin e parë, edhe ka një elektron, kurse neutroni është 0. Dhe numri masës këtu është 1, pasi që nuk ka neutroni. Në rastin e dytë ka një proton edhe një neutron, dhe 1 plus 1 dhe me thonë barabart me 2, dhe numri i masës del se është 2. Në këtë rast, ky izotop quhet deuteriumi. Dhe rasti tjetër ka një proton dhe 2 neutrone dhe quhet tritiumi. Do me thonë e kemi bojmë me një bërthom apo një atom, por me masa të ndryshme. Për masat e bërthomës janë shumë të vogla, 10 në minus 14 m dhe 10 minus 15 m. Në krahasim me përmasat e atomit që janë përafërsisht 10 në fuqin minus 10 m. Nxënësa për reflektim të orës kam përgatitur një test për secilin nxënës prej 9 pyetjeve. Ju lutem përgjigjuni dhe të analizojmë testin në mënyrë që të shohim sa e keni kuptuar nisinë mësimore të zhvilluar në këtë orë.